Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Dua të ndaloj të komentoj pak Loredana Bratin. Mbrëmjen e djeshme, çuditërisht pjesë e rrjeteve sociale e medjes sociale u bë edhe Loredana me apo pa dëshirën e saj. Loredana Brati foli për marrëdhënien, për dashurinë, por tregoi dhe për të kaluarën e saj. Mua më vjen shumë keq se këto editimet që i bëjnë për në TikTok i bëjnë tepër keq. Loredana nuk ka thënë që jam ndarë nga Jozi. Më thënë kuptoni pak çka ka thënë. Dëgjoni detajet mirë. Loredana thot: "E ndava martesën time." Loredana ka qenë e martuar me dokumente. Ka patur dokumente në një martesë që shpesh është komentuar në Big Brother si fenomen ky, që Loredana ka qenë e martuar jashtë dhe e ka ndarë martesën e saj. Më thënë ka prish dokumentet, nuk ka qenë diçka e ndame, por Jozin e ka hequr nga Instagrami. Thënë kjo është shpjegimi i kësaj historisë, sepse editimi është bërë vetëm unë jam da. Nuk është shpjegimi më tej. Loredana thotë që unë e prisha martesën time, kam prishmë dhe me dokumenta, do me thënë është divorcuar plotësisht, tani është e pamartuar, është single, por nuk do të thotë që ajo është ndar apo ka bërë diçka me Jozin. Me Jozin marrëdhënien e ka të komplikuar, se në momentin që e përfundon egli muhabetin, Loredana ja jep dorën edhe i thotë marrëdhënia është e komplikuar. Do me thënë, për të dalur në një finalizim, te VIP-at shqiptar nuk mund të dalësh në finalizim. Se ajo që ndodhen sot nuk ndodhen nesër, ajo që ndodhen nesër nuk ndodhen pas nesër, do thënë këto janë zigzag të gjërave. Por, ajo që është interesantja në këtë mes është që Loredana Brati, do me thënë, ka prishur martesën e saj, ka qenë në divorc, tashmë ka dhënë dokumentat dhe ka përfundu gjithçka. Ndërsa Jozin e ka hequr nga Instagrami. Jozi ka qenë në ditëlindjen e Loredanës, u interesova shumë, do të thënë nuk ka hyrë brenda në ditëlindje, prandaj nuk ka një fotografi, ka qenë jashtë në pjesën e jashtme, ja ka uruar ditëlindjen, kjo është konfirmuar dhe nga Monika Lubonja që ka qenë në fest dhe është larguar sepse nuk ka dashur që të ketë përplasje me ndonjë ish banor dhe të krijojë situata brenda në fest. Më thënë kjo ka qenë, ndërsa sa për marrëdhënien e Jozit dhe të Loredanës nuk ka një ndarje të konfirmuar, ndërsa nga ana tjetër Loredana është ndarë me burrin që ka qenë e martuar.